knaqëm tu knaq, ne u knaqëm tu knaq. Mirë mrama shikus të dashur të televizionit Dugaxhini. Pas një pauze të shkurt, miq të dashur, prap jemi bashkë me emisionin ton U knaqëm tu knaq. Si çdo herë do ju sjellim të qeshura, muzikë dhe shumë surpriza. Ju premtojmë kreativitet, histori dhe momente të bukura që do të na bëjnë të gjithë bashkë të ndihemi si një familje e madhe. Prandaj rahatoni, ulemi të gjithë së bashku të ndihemi çdo javë si një familje. Sepse ne jemi vetëm për një gjë, të kënaqemi. Atëherë kur jemi te kënaqësia, një falenderim për probendin ton të dashur që gjithmonë me muzikën e tyre na bëjnë të kënaqemi. Por pa e harru asnjëherë ta përshëndesim edhe Astridin, sound inxhinierin ton. Faleminderit shumë Astrid për punën që e bën. Faleminderit shumë djema. Atëherë sonte i kemi dy musafir shumë interesant. E ata janë, njëri vjen për Prishtinës, s'ka ku vjen se këtu jemi, por njëri vjen prej Gostivarit. Por ka një gjë të veçantë. Çka? Mbi emrin. Njëjtë. Po. Atëherë sonte me neve vëllezërit Stafa. Ne u knaqëm tu knaq. Mirë mbrama Ardit, mirë mbrama Astrid, mirë se keni ardhur. Mirë mama Gane, mirë mama mon. Përshëndetje, Më falë që ta mora fjallën, po... Cili jeni më i madh, më falni. Dihet, unë jam 2 minuta veç. Ju dojma për parësi, qa me po? Ma mirë, mirë se po duket, me mjekër me po duket ma vjetër. Po duket? Po. Perfekt, a thash? E po më Jo, falë, që kjo me rëndësi. ashtu, s'ka nevoj me qita Arditin që ma i vjetër. Sa keni diferencë 2 minuta? Kur gjë? 120 sekunda. 2 minutat janë shumë të mëdhaj. Po. E ke po kur jeti diçka zot për 2 minuta? Definitivisht po. Fillimisht, faleminderit për ftesën, Gane, Moni, kënaqësia jashtëzakonshme me qenë në emisionin e juj, i cili rezulton padyshim që t'jetë më i miri. Wow. Do të thotë në Kosovë dhe meriton duat trokitje. U knaqëm tu u knaq, është e vërtet që jeta jonë kemi pas fat dhe privilegj prej Zotit madh që kemi një lloj jete të tillë dhe sigurisht që ne jemi kënaqur dhe do të vazhdojmë të kënaqemi, se dhe s'ka më mirë se ajo. Sinqerisht, faleminderit shumë. Na sjellët edhe jona. Edhe një falenderim që na keni, më falë, Moni, edhe një falenderim tjetër që na keni përcaktu, faktikisht që na keni vendosur me na ftu në emisionin që e filluat për sezonin e ri me neve. Që kështu është Sigurisht që i kemi përzgjedhur me problemin e me Ganën bashkë 2 miq tonë, si qeni ju, të tregojmë artin të cilin e bëni ju. Por nuk keni fajo që e bëni artin, se ju vini prej një familje të artistave. Kështu që une du ta falenderoj të ndjerën prej këtij momentit, prej këtij vendi këtu, për 2 djemë që ka posi jo. Ajo është këngëtarja e gjitha kohërave Shajndere për Lajolli, që ajo pa dyshim na shef prej qiellit, edhe do të kënaqim sonte edhe ato. normal, Sigurisht do ta bëjmë. Edhe një artist i madh si Enver Stafa. Stafa si baba. Atëherë faleminderit që atyre që kanë bëni të djemë si qeni ju. Moni është e veçantë se kjo shtëpi e artistave gjithmonë ka qenë e hapur për krejt artistat që kemi qenë atë kohë, jemi ka në shtëpinë e juve. Sigurisht. Pa shanki ka qenë e vogël me 7, po me zemër shumë e madhe. Kështu që të kujtohet kur ishmi në shtëpitë Kosovës atëherë? Sa deshta ma more fjallën të regoje se do kemi shumë, dhe të na duhet një javë neve realisht me diskutu se kemi shumë momente të bukura gjatë karrierës sonë, po ka qenë dhe të thotë periuda ku viti 2011, ka qenë kur unë kom qenë fitusi edicionit të dytë dhe të vip shpis, po ka qenë moment me të vërtet shumë preks edhe jashtëzakonshëm kur hini Moni nuk e di, do të shumica nuk e din se ka kohë që ka kalu kur erdhe me të ndjerën, me shankën edhe sigurisht ju si bend edhe
keni performu shumë, na keni disponu bajgi, keni lënë bajgi kujtes të mirë. E kishim malet ardit se e kishim kapetonin për para dhe E vërtet, Shanka u konë. e jashtëzakonshme. E jashtëzakonshme. Shqyqyr që keni kujtime të mira edhe këto e bëjnë jetën të bukur. Po sigurisht kujtimet e mira gjithmonë mbesin në arhivën e seneve të mira. Ushqimi i shpirtit. Artistat nuk vdesin kur. Absolutisht. Kështu që tash në pivnoj syzat, se nuk po shoha shmira Gani dhe po filloj... për stil e kim. Po, për stil. Apo? Po, se kjo është shumë mirë për stil në gjëtësizat. Normal. Sa i përket na e dim normal kuptohet veç për njerëz që na përcjellin edhe për adhurus tonë, dojnë me ditë se si është marrëdhënia juaj në mënyrën profesionale, si vëllezër. Piha pjetash për parësi ma të voglit Ma në të voglit, qepla, a? ku s'po dënë me folë, kështu që e të folë Astriti. Po zakonisht të pyetjet neve ku na bën, gane, na përgjigjemi domosdoshmërisht bashkë. Sepse ty e pas parasysh që jemi edhe bineq, tash unë e di, unë e pa i interferuar ditit ose ky anasjell tas mu, nuk e di që s'ki me lon pa mu përzi, po çka me bo tash. Marrëdhëniet artistike, normal që ne kemi kaluat etapën që me mos mi përzidet të çështjen familjare me punën profesionale. Dhe thotë, unë me Arditin gjithmonë kemi qenë edhe selektiv në përgjithësi ta zëm. Ka raste kur edhe jemi fjalus në atë kuptimin e mirë fjalës për çështje profesionale. I kemi lidhet marrëdhënie dhe thotë artistike edhe vëllazërore kështu në mënyrë të Jashtëzakonisht mira. Pa dyshim. Veç pra, përgjigje ju ta? Edhe po, unë në disa pyetje përgjigjna pak. Aty ku duhet, shumë bukur, shumë shpirtënore, gjithçka është. po, në rregull. Okej, vëllazërore. atëre si të vogël, e dim që keni pas bashkëpunime. Ka qenë një kongë më zgabosha Dembelat e Stambollit. Njoni u pa të rëdzu njerë për juve në skenë, e kum pa dhe këtë farë Apo, pjese. Po ka ndodhur Nuk e di kush u rëdzu. Cili u rëdzu? jo, unë sigurt nuk jam, unë diqysh fort ma kakoj të Garantone. Ti, a? Po, se unë s'kom nejt me një dhe. Po, 100%. Astriti, s'unë fort ma ka dalë diqysh ti, mu drejnë s'ke. edhe të mund ti se ke fort Jo, problem. jo, absolutisht se kom pas. Mu E, do të atëre, qeten Astrid, edhe... ti ko ke rëdzu. Von, ka shanca, ndoshta s'dia po na kujtohet, as po më kujtohet ky detaj, po edhe nëse jo më unë gjithmonë në festivale, më ju tregu drejtën, jo më rëzu, po që aty mu gjithmonë ka tërhek orkestra. Edhe unë si fëmijë gjithmonë jam mundu mu kthy me pa orkestrën në aranzhman. Edhe Unë e kam kam përjetu bajtë- orkestrën. e vërtet është. A për këndemi thësha, bile ky ma kujte ke kanë herë, hinë se tek i rodhën, harresha me, i ngojsha orkestra, ndërgesha orkestrimet. Atëre, a po. do të ketë një bashkëpunim tash, në këtë koma si tash jeni bo burra, nuk jeni mo fëmi, tash i dini edhe mundësit e juve ma shumë, a ka mundësit të din shikus të dhe na, a ka ndoj bashkëpunim që do të vjen ma shpejt për juve? Ka me pas, sigurisht po, në pësa menove që të fëtlova. Ne pas pushoj. Sigurisht që po, Astriti do të thotë ma ka bo një kongë të jashtëzakonshme, të cilin unë realisht ekskluzive premier veç performova në festivalin, do të thotë... Po do të klasim Të në shtë për Evropë, festivalin, po. më vonë? Dul një kongë jashtëzakonisht e bukur, një ballatë, se zakonisht unë e kom qef kongë me shtrirje, do të thotë e dini. Dhe dul një kongë me të vërtet e bukur, Astriti u përkujdes sa i përket dhe të anës së muzikës, tekstin e shkrujta vetë, ka qenë me të vërtet një performansë edhe një emocion ma sa vitesh dhe të thotë une pa usë, u riktheva në festival aty ku e dim na shumë mirë gane, që i kemi ndërtu themeljet realisht, e së bukurës, estetikës muzikore, pas luftës, para dhe pas, sigurisht. E ka qenë një emocion shumë i veçantë, tash ka mbet vetëm do të thotë me regjistru audio versionin, edhe do të jetë sigurisht me videoklip, edhe do të jetë besoj një kongë që do të pëlqet. Gjë që mu si Astrid më kalon një komoditet, një hapësim për me kriju dhe për më zhvillu me ardhë deri në këtë pikë ku jam sot. Pra, falenderoj Vllachko, të dua më shumë tim botë dhe ky është suksesi ju një përbashkë. Çaj gitarë jam, çaj buzuki e kret telat, është njëti me qenë vllau jam me mu. Unë e kom një ide tash të. Patjetër. Meritan të ratikite. Unë e kom një ide, edhe ju kësha sugjeru nëse doni me ndëgju mu, Po, besoj që me njerë i që i bojet, hajde, mi ndru pozicionet. problem ma i vogël është. arsyeja Bile e është- qesim jashtë. Po ajo, mi ndru pozicionet, Arditi me marë gitarën, ti me knu.
E jaftofi këtone. Definitivisht fiton këtu, e vërtet. Jam marrë me qiro mjekrën, e vënaj edhe dalë ati kështë po kënoj. Mja po artiti si ajtë që s'ka ditë miro violini, që shke që thanë tosma. E thënë gitarën për mu kjo? Kjo me thy gitarën për ty, edhe mos me qitë keq. I pari është kjo? Për tokë e thënë. Përse që dini ra gitarës, për Apo normal. na tregonit për të dytë pyetja. Në një moment nga e kaluara që kishte mujt me kthy dhe me përjetu afet. O, ka shumë. Momentin mira, në që kuptim të fjales? Në kuptimin e mirë të fjalës. Ashtu pra, të jetë emocionale, po të jetë... Po si doni ta zgjidhni ju është okej. U krigone, urnë dhe shko... A se po shkoj une? Mon? Si mora vesh që a thot? Na kuptum. Jo, une ardi vjoti me Astritin. Se di pse. Ardi po dollë me vim ka një kafe, na? Valla Kthejme është kur të mirë, sigurisht. Ta mua abedin. Po, bash. Atëre me këtëni të të kishë Kemi faj. 1-0, shimi. Po. Ka shumë momente, shive kjo është shumë popullore dhe ndoshta e hasim shpesh, e ndëgjojmë shpesh, edhe njerë kisha dasht më këthyjnë fëmini, që këta e kisha dasht, drejt në kalzu. I kujtohet. Shumë mirë. Në fali se unë jam pak ma natyrë dhe pa ma energjik, njojnë këtë shumë. Edhe kom qefë ku është qefi, ambienti e mira që atë e une. Në gjdo kuptimin buk fakt fjallës, edhe muzikalisht, edhe në aspektin familjar, nuk din çka me veçu, sepse se cila është botë në veti edhe se cili është moment maj mirë se tjetri. Po sigurisht se cili do të kështë dashë me u këthy prap në me fillu nga para. Ka njerë menojna që është të Ju e dini dhe na e dim se çka hekim për me ardh deri te një finalizim i një produktit, i një kongës, i një koncertit, i një kutadiju në një projektit. Ka vështirësi, ka lodhe, po megjithatë muzika, dashnia, pasioni, kjo na lecon, na ndihmon edhe kalojmë pa pikë. Mbi gjitha. Po ti ardit kallëzam, qysh relaksohesh kur lodhesh prej punës, prej obligimeve të shumta dhe çka të bën me kesh vëlla, më kanë rahat tani ti masani. Unë si natyrë jam shumë pozitiv. Unë si natyrë jam shumë pozitiv dhe kur s'ka motiv, unë e krijoj motivin. Vetë motivi jam unë. Kështu që zakonisht do të thotë ndëgjoj muzikë, në kohën do të thotë lirë. Qyr filma. Bravo, i preferoj shumë filmat. Do të thotë merrem ekskluzivisht me vetveten. Kjo është forma ideale momentale, për momentin, derisa të del ndoshta diçka tjetër që ka me ma të regë vëmendje, ndoshta ma tepër, po pa dyshim që prap do t'i referohesha filmave, sigurisht muzikës, edhe mendimeve pozitive, sepse unë i konvertoj, çdo i kom konvertu, edhe momentet e vështira, edhe momentet e këqija, që të bërë në verzionin pozitiv, sepse nuk kemi opcion tjetër. Do është i vetë një opcion për me në mbajt gjallë në aspektin psiqik, në aspektin shpirtnor, emocional, në të gjitha, dhe me thonë, drejtimet. Prandaj, kjo është formë shumë e lehtë, vetëm a don dhe a din. Prandaj, unë e kom gjetë këtë formë, këtë kanalizim shpëtues edhe jemi shumë rregull. Atëre, meriton të atërkitja Gjari Miro, Astriti i të atërkitëm shumë Astritit se ka zëjtë gjonat moja, po. Kjo pyetje që në du me botash, dhe më thonë është për të dytë vlenë. A keni ndonjë sfidë që keni posë gjatë karierës ju profesionale, edhe na intereson si e keni menaxhuar qatë sfidë, se dhune po foli pak. Okej. Kthehemi pas në retro. Në ti bjen mend diçka, okej? Po, sfida, unë po flas për vete. Problemin kryesor që kom pas, definitivisht kom pritu mi majt men tekstet. Që kjo ka qenë sfida më kryesore, fort kom pritu mi majt men tekstet, jo strofa por, jo e pesta, jo e dyta, pse mos me kom dho një strofë, kejt konga. Qa po lodhë është strofa e dy, strofa e tret, shkoj erdë në deshta, a du, po, u kry me të porën. Qa me shku në tretën ati me të kalëzu sa i ki, po të dua me donë, për ty blej lule, kërcej. Ata i ka bo kongve Sfida em ka qenë, për që ato jënë bo instrumentist, pritoj me majtë men tekstit, që kjo ka qenë sfida em. E që shpiman men ton ato për cilje? Kjo është tash, e këto hup tash kë.
A gjithmonë unë do të me hupa? Gjithë. Valla jo. Unë e pranova, sfida Çka pranove? jam gjithmonë ka qenë atë kujtohet, edhe si fëmijë gjithmonë të kom pyet, kallëzom i knomi tekstet. Gjithë para se me dal mi ka tregu tekstet se si moj jam pritësha. Po mirë vlla jam i Ky faj që ti ka. Sipas kësaj, prim fillim karrierës, kush po del që ka fitu? E kusht ka shoqnu? Jo faleminderit. E po Kur tash qeshti? e po një me një. Kur rëzimi sukses shumë. Ashtu po. Për neve këngëtar, për botën tonë vokale, normal sfidat janë më të mëdha se për instrumentistë. Se na kemi të bëjmë me instrumentin drejt përse drejti natyral, instrumenti ma i ndihshëm i mundshëm. Në aspektin psikologjik, po vleta, Po sigurisht. Se për ndryshe Edhe edhe psikik edhe fizik, valla çka. Ti kemi gjanat qartë. Është ma... 50-50. Jo, nuk është 50-50. 50-50. Astre nuk është 50-50 se përveç të mbajtjen mend të teksteve, të vizë melodike, e ki edhe një pjesë tjetër që je pasqyre e publikut. Sigurisht. Që duhesh, jo patjetër duhesh me pas çosjen direkt e ki me publikun, pranon. A jenë në emocione të mira ti asje, domethënë, ti mundesh me ul kryt aty, miro kitarës. Po nuk është njësë edhe te pjesa jonë, po flas edhe për kolegët. Kur me momentin që merr përgjësin edhe me dalë si solist, atëherë edhe të ne është njëjtë sikur normal që qëre, në aspektin themi njerëzor, ju e keni më vështirë se keni të bëjmë me instrumente me natë shumë. Kjo është e dukshme. Mirë po flasim që nuk është lehtë me dalë me lut qoftë edhe prej kolegëve instrumente se ju keni me majt me në vijen, edhe na kena me majt me në vijen. Edhe na duhet me knuar me interpretu me instrument. O shumë e vështirë. Shkronjat Astrid i lexon si notat muzikës. E vërtet është Mila. Këto besomni që po mbi gjitha mos me elaboru sepse na vjen edhe shumë kohë, megjithatë s'ka më bukur se sa me u taku një këngëtar i mirë dhe një interpret i mirë. Edhe të dytë e krijojnë magji. Unë mendoj që kështu është. E vërtet është, po se nuk e përfundova, normal, po kthena te sfida e këngëtarit se më ka ndodhur. Ajo më ka ndodhur ndoshta 2 herë që po të them, për shembull Darsma. Në një kohë të shkuar, darsmat kanë qenë shumë më të vështira. E dini edhe vetë, jo si tash për shembull shkojnë me 200 atje autoparlanta e bojnë koncert për shembull një sallë që është 50 metra katror, përpara nuk i kemi pas këto kushte. Tash unë po kthena për shembull ka ndodhur mu një 2 herë kur nuk e di për çfarë arsye, po zani më shkoj, më shterë. Edhe kom qenë i vetëm, se kur nuk kom pas shoqërus me m'asistu, ose kolegë të dy, edhe ti llogaritë unë jam dash me qatë zohë, me nxerr darsmën vlla çka. E që ka qenë i darsëm Shumë është e gjatë, unë e thash por. Bajgi do të thonë e gjatë. Pajtona se e keni përgjësinë, e keni mas madhën në Kjo tërës. është sfidë shumë e madhe. U mundova me elaboru në mënyrë kolegiale, në mënyrë muzikore. Se është shumë më vështirë normal që unë pajtona plotësisht me mendimin. Në momentin që jemi në binë, Definitivisht sfidë. në momentin që jemi në binë, jemi shumë përgjithësinë këtë komplet, ajo nuk diskutohet. Është vetëm solisti përpara e ka dhe këtë çështje që duhet të mirët me duhet edhe me organizu punën, me organizu kongën, me organizu pjesën. Lloj menaxheri me qenë. Që ajo ashtu është. Edhe mbi gjitha dush më të bukur. Nuk diskutohet paket që i themi ne. Edhe këtu nuk ka domethënë vend për lëshim. Nuk na lejohet. Muzika do të thotë është e pamëshirshme në këtë aspekt se duhet me qenë i kompletuar, për ndryshe një detaj më i vogël, një mungesë në lidhje me mangësia vret edhe ajo mundet me na kushtu bukur mirë. Po. E apo na tregoni një shpërblim do më thonë nga puna e juve që e keni marrë një shpërblimat të madhe në deri më tani, prej punës të juve. Andet me që ki fjone pas të e vazhdojnë. Se unë pesha që aty u knaqëm, ty u knaqë, po shkru. Unë u knaqë, avi që ato ty po. Po përbes. Nga në të edin, na kemi marrë gjatë gjithë jetës shpërblime, nëse flasim dhe tëtë në kontekstin muzikor, atëre prej kur e mbaj mend vetveten, shpërblime i kon pas, edhe fatmirësisht gjithmonë vendet e para, gjithmonë çmimet për interpretime, moni që e cekin në fillim, do të thotë kur se kisha imagjinu që na herë do të jem pjesë këtu në reality show, edhe mo me fitu, edhe ajo ka qenë do të thotë një edhe te sfida kur jemi edhe ajo një sfidë shumë e madhe për mu, e që fatmirësisht u kurorzu edhe me fitoren time. Do me thonë një jetë me çmime, një jetë me momentet mira. Prandaj nuk i veçojmë se secila është do të thotë kapitull në vete,
Prandaj nuk do të kisha shtu ma tepër diçka, e dim se na jemi të kohës bashkarisht, bashkëudhëtar të kohës, një jetë me këngë, një jetë me çmime. E bukur është që kur hyn në dhomë njeri dhe kur e sheh që ja ka vlet puna jote, ja ka vlet mundi, Artistat është kënaqësi e madhe kur e sheh mundin edhe punën që e bën që po të shpërblehet më në fund. Definitivisht. E kjo është e bukur, kjo është e mira. Kur orëzohet me merit. Definitivt. Kur jemi të çmimet, edhe të shpërblimet, Ardit, ku në fundit ishe pjesë e festivalit RTK-s. Edhe e mora veç që ke fitu vendin e parë. Ty t'lun goja. A se ke fitu do më thona? Jo. Milot. Ty t'lun goja, po jeni mësu me arditin me vendet para, kështu që jeni mësu me arditin me vendet para, jo. S'kem fajna. Mon, ishte një comeback i mirë, ishte një kthim i mirë, prap pe potencoj shkurt, që ajo këngë me të vërtet dul, me të vërtet e bukur. Mos je i knoqur më shumë me këngën se me pjesëmarrjen, po më duket, mes rreshtave. Besom që zemra ma ka një edhe më knaqë që kom dale kom knu këngën, dhe gjithë shka tjetër pak përshtypje më bën, se në kohë na kur kemi muziku, kanë qenë vlerat e veçanta, kanë qenë senet me taban me vend. Kështu që tash nuk më bën përshtypje, Zoti më ka dhonë, dhe thotë, me Zot veçante dhe kur Zoti ta jep të tjerët vetëm, E këtyne që s'po jep Zoti e me një frazë të shkurt ose me një pjesë të vogël me një rresht, po dhezin mbrana natës dhe po bëhen të famshëm. Qa kemi thonë ti? Nuk i ofendojmë, do me thonë se nuk është në rregull, çdo kush i ka ato të vetat, po nuk diskutojmë për kategoritë të tilla. Është vetë fatkeqësia jon, vetë disa njerëz që e rrejnë vetveten që dinë me knu ose dinë me muziktu, fatkeqësisht sa kanë kohë shpejt le të gjejnë profesione ku kanë me mujt me dëshmu vetveten. Ama ata po ta nxojnë vendin ty, Ardit. Kjo është shumë e vërtet dhe shumë e çuditshme dhe kjo është çështje për me analizu, nuk e di për shumë faktorë ndikojnë këtu, megjithatë të drejtën me provu fatin e ka çdo kush, sun ja ndalim kërkujt, po ama vlera ngelet vlerë, hitet tona, këngët tona, janë këngë të cilat janë të regjistruar në këngët e shekullit, prandaj të shohim mbetet jalemi kohës se sa disa pseu do të themi, do të arrin me lanë gjurmë në muzikën shqiptare. Do të shohim. Konga ishte Foji në festival. Po. Kush e ka Fojin? Nuk e ka une. Po prit fillim une. Po mirë bre vlla, qa ma dorën? Unë e kam dorën. Fajin, une e kam. Fojin. Qashtu. Po veç kush ta ka shkru Fojin? Kush te ka bo? Apet edhe në një pjesë të Fojit e kam. Qa me E bo? vërtet është e ka fajin që më ka bo Unë fajin. s'pyta për Pse kong. që s'lone? Unë s'pyta për kong, unë pyta për Fojin Qashtu. e këtyne pozicione që po janë njerëzit vend pa vend. Ja, miro. Qashtu, bravo. Dhe më thonë, ju pas ka met konga e festivalit, ju pas ka met pak në shpirt, se unë ika prej festivalit, se e posh që Arditi se pas ka fitu vendin e parë, pas ta pos informatat gabushme, s'ka lidhje se jemi mësuti me fitu vendin e parë e the edhe vetë, po unë e pyta ku është Foji i qësoj pjesët që po ndodhë qështu, ju kësu të konga. U lidhëm të konga. Në fakt, Për Arditin edhe... Jo, mësëm folë për Arditin. Po e tregoj punën e Fojit. Folëm për Fojin, pse njerëzit jënë vend pa vend edhe të suksesshëm. Po, pse jënë vend pa vend edhe të suksesshëm. Ndrojnë gjeneratat, ndrojnë kërkesat, me rëndësi është me i rezistu kohës, me rëndësi është me mri me gëzu autoritet edhe të gjeneratat e reja. Në fundit, se cili artist, se cili njeri e ka që të mhisën e vetë, e ka pjesën e vetë, e ka që shkrumën e vetë, po me gjithë të shka është një mirë që gjithë e din, gjithë artistët. Nuk është gjithë kush për më orë në skenë me interpretu. E këtu dhe të ndohet shopi prej sheqerit. Edhe këte e din shumë mirë. Dhe të ai njëri i cili është i Zoti, i cili interpreton ose i cili është i suksesshëm në cili do në profesion të ti, ai ka menet me ballën hapun dhe me kokën lartë. Sepse ai nuk frikohet që kur do që e thret me interpretu ose me knu, e ka mikrofoni kënon edhe është rahat. Atëherë në këto momente, për mësë me zgjatë shumë muhabetin, Arditit një kongë, dojnë me ndëgju për Arditit, po kësha pas dëshirë me gitare, aty ullën të bëjmë një kongë për Arditit, e ma mëro pa vazhdojmë prapë me atmosferë. Knoqë, knaqëm të knoqë.
të shtatorit moj, unë jam e ty. Haze shkan e vogël, pse më lënë vetëmi. Haze shkan e vogël, pse më lënë vetëmi. Hej, ze shkan e imja moj, derisa të vdes. Hej, ze shkan e më ka marrë fund. Se kjo pun moj nane, tash më ka marrë fund. Hej, se shkane, imja moj, derisa të vdes. Atëre, meriton duar trokitje, një interpretim I shkëlqyshëm. Faleminderit shumë. Ardit, këtë fojt I kiti? Definitivisht po. Fashun e për fillimit. Këtë fojt I kiti. Jo për gjithçka. U munua me gjithë fajtor Astritin, po jo. Faleminderit man. Gone pajtojsh Po munova diçish me po. dërë këtë këndimi, me dërë këtë Faleminderit gjonat shumë. bukra, këto lula, këto gjona këtë ambitës, që e kiti edhe rrin të shpia. Është gjuna. Gjuna. Hajtë se e qesë më banes me najtë. Okej. Se për shpis. Na ke kënaqur me performancën Ardit. Faleminderit Edhe shumë, më Nane, sonaj tash faleminderit, edhe një Mike. herë. Ka mundu Jo, ky vokal. do e marrim përpara, na do e roki përpara, une Astrit edhe tregojmë ty edhe me Derisa kom minutin. miq të mirë si ju, unë jam domethënë njeri më I pasun definitivisht në botë. Faleminderit për përkrajen, faleminderit që po insistoni që unë më kthy edhe ja u jap fjalën juve edhe të gjithë do të thotë atyne që e pëlqejnë zonin Arditit që do të kthehena shumë Është shpejt. koha për më, do të thash edhe më herët gjatë bisedës falmon, lutem që ta mora fjalën. Unë e shpjegova në pika të shkurta arsyeën pse Arditi edhe faktikisht sukseset e mia që I ndërlidha pak më herët, normal që është koha për një rikthim të Arditit shumë të fuqishëm. Ky vjen në shtëpi, edhe vazhdon aty ku e ka lënë. Unë po mendoj që unë bash vinë në shtëpinë Unë po tënde. mendoj që pja kthen borxhin Arditit ti. Se Arditi më ka thonë kur kemi shku në shkollë si fëmijë, e shtishan çontë Astritin edhe që ishan në shkollë. Po. A ka qenë kështu? Qashtu ka qenë diçka. Po, Në për muzikë edhe në për her pas here edhe për vende kështu klube pak më të vogla, po më rëndësishmë që kënaqësinë që e kam edhe energjinë që e bartin vetë, unë kudo që të jam, mundona me dhënë maksimumin për publikun që vjen me më dëgju edhe për njerëz që janë përreth. Edhe me mundona me qenë kolegial edhe me e kriju një atmosferë edhe me muziku në mënyrën më të mirë të mundshme, në mënyrën më profesionale të mundshme me kolegët e bendit kushdo që të ndodh në atë ditë, në atë moment, në qatë. Astrid, ku ndihesh ma mirë? E tash. Ku ndihesh më mirë? Normal që koncertet e mëdha, kur I kom pika solistike në për festivale sikur që është Dubai, Katar, se unë tash I luj këto instrumentet me tela dhe mbjerë me shku në për festivale në përbot me kret instrumentet kordofone. Diku me ud, diku me saz, diku me ballama, diku me gjymbysh, diku me buzuki, diku me nylon gitar, diku me elektrike. Po normal që mu shpirtin flen që aty ku janë koncertet të mëdha, edhe ku kallëzohet mjeshtria, ustallëku, edhe ku kallëzohet muzikaliteti, ajo çka e ki brenda. Po, pa I lon anash, do të thotë edhe her pas here kur shkojmë edhe në për neja, në për ahenjë, në për edhe në për Ku është interesi?
Interesi më varet se e shen njeriu. Ma i madhe interesi për ty personal. Te une personal interesin unë i kom gërshetu të gjitha në një. Se te une nuk ka vish një interes. Se është interesi shpirtnor, është interesi intelektual, edhe është interesi financiar. Unë e kom kriju një trekënç të bukur që nuk e lunë dhe të bo qelik. Atëhere, në këto momente edhe zarfin e kuq që kemi gati, do të nësime në zarfin e kuq, e të shufim që to zarfa. publiku që ka po. Mësu entuziasmo para vakti, se s'di që akon të. Jo migratëshëm për sfida. Jo migratëshëm për gjithë shka. Adin, Kështu që ju menojnë që po merë najpore. Mos falë shumë mere. Kur ti qelet zorfi këtu, rrima ju ka 7.000 euro. Ta vazhene. E pranoj sfidën. E pranon sfidën, a? Okej. Atëre, Ardit, dush me na lexu me zot që të dëgjojnë edhe shikues. Kur gjojnë nuk ngjelet anonim, afër mendes. A thash mësu gëra. Qure, është një, për shfryzoj rastin, mon ngane shokët e mi të dashun, unë për ju apë një aplauz shokëve, më falë. Se më ditoj, Definitivisht. Orkestrës së mrekullueshme. Qysh bëhet kjo, a bëhet qështu? Që edhe primenja. Me gjithë zemër. Ashtu pra. Lexati aty, mëso, se kime provim shtash. Hina. Po, profesor. Po ju përgëzoj për me të vërtet ambientin Fantastik. qaq mirë punina, si në shpejt, qaq bukur, qaq me shije, qaq me qytetrim. Gjdo gjanë në vendin e vetë. A besoni që është po një dua trokitje meritoj komisioni Për mu, unë e thash, se po më merë shohë, që shabën, a përshe? A përshe që shko fitoj kjo është aftësia, që kjo është aftësia mja e marë, mja vjerë. A që të vjetë, Kjo vazhdoj, unë e barova. Faleminderit shumë për këto fjallë. jo, Ne këto momente e shfrytëzojmë rastin. U kry? Ti përshëndesim e ti falenderojmë sponsorat tonë, shtëpinë më të madhe të mobilive Graniti që ka bo këtë Shumë bukur, bravo. punë, Bravo, kaq bravo. të bukur, kaq të mirë me këto ulse, kaq të bukura. Shumë komode, e vërtet Me është. vërtet jeni prej këtë musafirve edhe ju bëni pjesë në ata që e kanë thonë jemi të një shumë rahat që neve në gëzon shumë ky fakt. Absolutisht, është Gjyrat e shumë e mira, saktë. ambienti i mirë. E Le mu të për foli këto pak. ngjyrat e për këto pjesën tjetër artistike është kujtes Ilazi që ka bo dizajnin. Shumë mirë, bravo Ilaz. Bravo. Përshëndetje. Bravo shumë. Bravo. Edhe për stafin e mrekullueshëm, pa diskutim, Pa tjetër, shoh, për gjithë, po mbretëron Dugaxhini- energjia pozitive, definitivisht po. Astron. Pa tjetër Dugaxhini është shtëpi e madhe, do Astrit që- Alimin, Astriti, po, që shokun i tem. rregullon e bën masteringin e çdo Dhe të gjithë djemë tjerë. Kameraman, pjesë. gjithë stafin. Bravo, bravo. Fenomenal. Edhe Astrid, nuk është rastisht ky titull këtu. Edhe shumë i qëllum. A di që ma i Edhe mirë? shumë i qëllum. Mos ja bë tash si shumë i qëllum, si do fjallë e parë, shumë jeni perfekt. Unë u knaq aty, Atëre- seriozisht, se po të nguci pak. Atëre gane ti falenderojmë të gjithë sponsorët që kemi ato në këto momente, në këtë atmosferë të mrekullueshme. Produkjen time është kujtes Butiku Maj Sut në Prizren. Faleminderit shumë që po kujdesni çdo emision për mu. Pa tjetër që për mu, si zakonisht, stilisti Arnor Alio, grimin, shëhollkat, Nevri dhe Naile Shëholli. Faleminderit shumë gjithashtu edhe Miliona Estetik. Faleminderit shumë gjithve. E kthehemi zarfit se kanë met shikust me gojë hapur, me sy hapur të prit. Astrid, u kisha pas qërshë ti me... Me knaqësi më të madh, vazhko. Një majnë ose që keti ore? Po shkruam këtu. Shok të dashur dhe shikues të dashur. Citoj. Astrid, Citoj dhe? a në rregull, faleminderit. Astrid, as ti nuk do t'i shpëtosh sfidës tonë të emisionit U knaqëm ty u knaqëm. Dhe pyetja është kjo. Duhet ta imitosh Arditin, presje, në momentet e këndshme, presje pikë çudice, dhe të pa këndshme, 70 pikë pyetje. Dhe a jam ka nonë që atë tash, nonë që ti ka? Mirë, veç tash, kur të përgjigjen. Ku po ki qef me të kallëzëm? Ja, ju të këshalut, Astrid, ti tash nuk po të sheky, veç ti jem provim. Faleminderit Edhe- shumë. Më na analish najna. Unë Po, kry, se mendova edhe- se zakonisht 2 ka 2 vite. Ja, Okej, ka një i kemi na. Arditi, kur është në... Jo, Arditi. Tash i Arditi ti. Ai, une. Ti i Arditi Unë kry. tash. Në fasat pa këndshme, Pret pak. une, çka po tash? Ja, pak pas e kjo. Hajde të Sofi. Astrid, Të lutem. se unë jam tash Arditi, anive. Po, nesa- Po, a, dhe me tamam, syzat, Ardit. ku i ki syzat? S'kon punë me Jo Suzon. vesh tash.
Una Arditi, kur jam shumë i lumtur, zakonisht ka një rilojen të shpe, me të vërtet edhe kur gëzona, Po, pa tjetër. për shembull, i ka dalë rruga me të parin, ta zëm. Kur është Arditi, edhe veç vjen qështu. Sa mirë u knaqa. Po Ardit, sa sa ma ki mirë. po zotin? Edhe prit, unë jem të ja provim, lutna. Okej. Edhe ty këcy, vish nalet një moment. Gjithmonë edhe kur kum shku ka njerë, kur shkesha pa i tërgu në shpe. Ati si befasi, vish kur e shesha, ja ty kësy, ja ty ngu, diçka ma qështu e ka kur gëzohet, edhe nalet vene, edhe e qëtë gishtin këtu, kështë puna intonacionit, adin, e po në kështu dhe, adin, e ma në kështu, edhe vish kur e bëjnë, kujt je ty kënu e eran? Ky vet aty, a? Mureve, po, me mure bërë mua, be. I ka do dorë, thotë, do të vishojmë, na. Po. Kjo është adin në qef. Po, pjesa e qefit na tregon. Faleminderit. Faleminderit Astrid, faleminderit. A isha, a është? Tash këtë Tash pjesën- falu si një ardit, happy. Tash, Tash gjithmonë, normal, me mujt një stonin, me mara e keri, qaj ka ato. Atëherë tash e ki pjesën kur e ka disponimin e pakëndshëm. E pakëndshëm Arditi, ose une, në këtë rast Arditi, kur është në situatat pakëndshme, Arditi i qysh lëviz që qështu. Adin? Ardit qa u bo? Cet qa ban, qëshje? Qa mirë, dit qa ko? Mirë bërë vla, qështu që? E ka qështu siklet e grënë, mirë vlashko, mirë super. A i ka flokt mirë, mënohet, me mirë atina. Me keqës. Ha, Astrid, po. Qa ka njëna ka shpia, këtë mirë super. Që e më të këshu një filmën, e qëra, apo dhe? Mënohet gjithmonë me një farë. Ha, Ardit? Atëherë, Ardit. E ka. Po mënona me shkut ka pak se është një farë sikletoni, ama i sikletan simpatik. Faleminderit shumë se me të vërtet drejtoni dorë të gjithë që na punë me qesh. Ardit, si e? Faleminderit. Faleminderit. Jashtëzakonshëm, bravo, Astrid. Dheqe, pa tjetër. Atëherë, Mbrëmni mu. pjesa tjetër i me të Tingelcit. Jo, vallajnë bashkë ngelc. Po, ha? Atëherë pyetjen tonë të lutëm se nuk e din. A isha okej, Vlashko? Jo. A je knosh? Jo. Okej. Po thot vllojma? Të qajo po, të qajo. Të qajo po. Ja, po ku je sekretar çaja është, kur thire qa, bën që kur kinaj, ja kërkina se ne... Janë ato momente, po une nuk kom me mujtë se ti e maj komplikuar si natyrë. Ardit, as ti nuk do t'i shpëtosh sfidës tonë të emisionit u knaqëm tu knaq, që do të thëtë. Duesh ta emitosh Astridin në momente të këndshme dhe të pakëndshme. Thot? Hajde, Vlashko. Une, në qenë se na jetojmë damas, dhe me thonë në dy shtete, atëre une fort nuk më kara, se ky zakonisht është baba vetë në vend, babi ka qenë personi, dhe të thot, i vetëm që më ka met enigmë në atë aspekt, kur njetë s'ka ditë më bëjë nervoz, edhe sendet matë shtira dhe ato që nuk përbalohen, a në heshtje, si kur s'ka ndodhë, kur gjo, Astriti është që e natyrë, kështu që kom e pas pak problem, po zakonisht prapë këtemi njënit e tjetri. Une kur kom na i prea tjetë, ardla ullar, që do të me diskutu me këta, nëse ka mundësi telefon. Po. Tash do me thonë është Po. Astriti jeti. Tash unë jam Astriti, po. Okej. Tash unë jam Astriti. Kishe po foli, qërë me telefon të kuq. Hajde me telefon të kuq. Arditi, vlla. Unë jam Arditi. Alo, Astrid, qa bon, Vlashko, që shje? Po, vlla urno, so është shumë oficial. Po, vlla urno. Ndëgjom, deshta me të regu që ndoshta ka mundësi që vika Prishtina unë dikur mas nesër, edhe nëse vesh ki ko, ishim taku pak për naj dreka, naj kafe. A ki ko? Që ki puna? Vlaçko, une për momentin, këqër lene mas një 3 ditëve se jam shumë i zonë, jam me tezga, jam në studio, nuk kom hiq kur qysh ko. Kështu që e loj mas një 3 ditëve, atë lajmërojnë, bon, të lutna, mos më irna. Vlaçko, a i s'monesh me gjithë, bile pak ko të lutna?
Përbes jo se qyre komande harova me të kalzu me t'informu që jom edhe në Zvicër jom, kështu që pri Zvicër ku t'vinë në aeroport, t'informoj vlaq, po, kom edhe nja 2 studia, aj peloj ma mirë për javën e ardhshme. Me të vërtet meriton përfitje ma të madhe. Verzioni Astriti i rnum ose nervoz nuk ekziston. Nuk më ka ndodhur, edhe ndoshta kur une ja kom qa hallin vlaçkos e kur ndoshta edhe në momente caktume e kom tepru me diçka, gjo që e pranoj, qysh një herë nuk e prishi zemrën, qysh një herë nuk u konfrontu me mu, qysh një herë nuk më tha ej vlla boll, ose ej vlla jetu e tepru. Po qaq me butësi, qaq me mirësi, qaq me mirë kuptim e ka diskutu me mu çdo detalj se ky e din normal që unë kom momente atje jom pak large, normal që konsultona ma tepër ndoshta për ma shumë gjana me këte. Po ky vështirësi nuk ma ka vështirësu kur. Po përkundrazi ma ka lehtësu edhe unë e falenderoj. Edhe shqyqyr për Zotit që e kom, edhe ma la Zoti këtë vlla, se me të vërtet, varianta se Astriti i irdhnum ose Astriti ndryshe nuk ekziston. Regjia ma bën me dije që pyetja e përgjigja e Arditit ka qenë gjys. Në gjys. Po. Ka qenë veç një pjesë. Po kjo qaq mire ka luj që i ka bo 2 edhe të mirën edhe të keqen i ka bo bashkë. 2 në 1. Edhe që e thiri vllau edhe që u përgjesh, edhe që i tha vllau mësajte. Do me thonë kjo, për në me meriton vëjtë që se kjo ka qenë, për mu ka qenë pjesë ma e bukur se jotja, sa do që te aktrove Astrit mirë, Arditi e lujti tamën një djallë i cilit dënë, kur ko qef me dosht. E kur s'ko qef me dosht, Mjeti vitimit Astritit. Po mirë, kur jemi këtu te vëllezërit Binjak. Fitori ati është e jamja është e ti që Sigurisht, është reciproke. Okej, e kom një pyetje për që më intereson mu dhe shikuesve sigurisht për Arditin. Arditi i festivaleve të kanë qujtë kështu. Po Astriti Arditi kur ndos ma kështu fuqeshëm. Që të kohë. Shumë pyetje me vend, shumë pyetje me vend, po Arditin do të thotë e njohin si këngëtar të festivaleve, po Arditi ka gri edhe darsma. Tu e pas parasysh se edhe ku kom jetu edhe ku vazhdoj me jetu, është e pamundur me funksionu ndryshe. Unë ndoshta nuk jam ekspozu shumë me kam. Pyetja është e publikut, për arsye se na e dim aje ka ndodhur, po publiku nuk e din që Arditi jeton në Gostivar e Astriti jeton në Prishtinë. Domethënë njerëzit mendojnë që jetonin në Prishtinë bashkë. Tu e pas parasysh që kemi lindë dhe mirit në Prishtinë normal. Për atë arsye e kanë bërë pyetjen kur në dasma fuqishëm. Shumë shpejt. E kom lënë, kom pauzu, po nuk don diskutim. Çështja që pa darsma s'ka jetë, edhe kjo është e vërteta na. Gjithçka tjetër është luks në kontekstin muzikor, i bojmë gjanat për qefin ton, për shpirtin ton, ata që jemi na. Por pa atë pjesë është e pamundur me mendu thotë karierën, të pas parasysh që menaxhimja apo ana financiare është ajo e cila e udhëheq, e menaxhon bukur mirë edhe do me thonë anën krijuese, se ana krijuese don investim. Për me investu duesh me pas. Prandaj na kemi ndoshta që e kemi qëtë fuqi, na si popull, si artista dhe thotë, shqiptar, që mundemi jo të gjithë, po pjesa më e madhe munden me i botë të dyjat, jo çdo kush mundet. E bota jonë është e tillë, pa njënë nuk funksionon tjetra. Është absurde me mendu një gjatë të tillë. Se e dim na të gjithë që gjanat sot kanë shkuar në stratosferike janë çmimet. Do të thotë për një këngë të mirë ose për një video projekt të mirë, kogja pare duhen. Prej rrogave standarde me të cilat na jetojmë, është e pamundur ose nuk duhet as me diskutu një çështje të tillë. Prandaj Arditi, gjoja e parë që kom e bo, kom ju qas darsmave, mbramjeve, si dikur që kom qenë fuqishëm, sepse ajo më ka dhonë qasje direkte, të thotë, në
në karierë, këngë të reja, produkte të reja, ato krejt kushtojnë, krejt duhet me u pagu, e prej diku duhet me pas burim. E burimi ma i mirë dhe ma i sigurt, a i cili e quhet esencial, tradicional, jonë vetë darsmat tona e që ushtofshin inshallah e mos në la Zoti pa to. Gjithë qka tjetër e bojmë për shpirtin ton, e bojmë për milion vlera kombit. Ajo është diçka e cila në mban gjallë. Ardet, tash do e përmbyllsh ti me një interpretim tonin, Astritje do t'i bashkanëzitet pro bendit, bashkaresht. Me knatësi Faleminderit që ishe sonte. Faleminderit Gane, faleminderit Moni. Faleminderit shumë, merci. Shikus të nderuar, natën e mirë për sonte, miru pafshim javën tjetër. Miru pafshim. Ti është armë hija, e andrare t'mija. Mami re shuj, kur gjë ma së më shuj, se u knaqëm t'u knaq, na u knaqëm t'u knaq. Mami re shuj, kur gjë ma së më shuj, se u knaqëm t'u knaq, na u knaqëm t'u